Përmeti një qendër e mbrojtur historike prej vitesh e shpallur nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit, po kthehet në një qendër të rëndësishme turistike. Stina e pranverës, por dhe përgjatë dimrit, ka reflektuar një zhvillim të shpejt turistik. Së fundmi vendosja e tabelave orientuese në disa zona të qytetit nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka lehtësuar ndjeshëm orientimin, veçanërisht të turistëve, pasi nisur dhe nga ngjarjet e fundit, shumë turistë kanë humbur në zona të caktuara. Ndërkohë interesi për qytetin e Përmetit ka ardhur në rritje, kjo dhe pas shpalljes së Vjosës Park Kombëtar, sipas operatorit turistik Julian Elezi. Tashmë Përmeti ka një turizëm 12 mujosh, sigurisht turizmi më maksimal vinë në muajin mars. Ne kemi filluar përgatitje që nga janari, duke përmirësuar kushtet e shërbimit, duke shtuar dhe aksesin ose pajisjet që janë të nevojshme për bërjen e turizmit në gjithë Përmetin. Sigurisht tashmë këto vitet e fundit, sigurisht edhe me shpalljen e Parkut Kombëtar të Lumbit Vjosa, kemi pasur interesim të madh si nga turistat individual, por edhe nga agjencitë ndryshme vendase dhe të huaja, që janë të interesuar për të ardhur në luginën tonë, për të shijuar bukurinë natyrore, gastronomi. Në përgjithësi në Përmet ka mungesa të tabelave orientuese, por sigurisht ke shtigje me GPS, ke dhe tabele dhe shtigje të sinjalizuara. Për sa i përket edhe kanionit me që folëm më para, Fondi i Zhvillimit po vendos edhe disa tabela orientuese për kanionin dhe për gjithë zonën përreth ujëve termale të Bajinës. Bukuritë natyrore apo gastronomia, si dhe mikpritja e vendasve, sipas sipërmarrësit Elezi, janë joshja dhe interesi veçanërisht i të huajve për qytetin e Përmetit, i cili ka marrë në vite një rol të rëndësishëm si qendër e zhvillimit të turizmit në pjesën juglindore të vendit.